Rezoluta 166 e Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara mbështet Iranin e lirë dhe rezistencën e organizuar. On February 26, 2025, the United States House of Representatives introduced HRES. Më 26 shkurt 2025, Dhoma e Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara prezantoi rezolutën numër 166, një rezolutë dypartjake e mbështetur nga mbi 150 përfaqësues, përfshirë 14 nga Komiteti i Punëve të Jashtme, 22 nga Komiteti i Forcave të Armatosura dhe 24 nga Komiteti i Aprovimeve, me 6 kryetar komisionesh dhe lider nga të dyja partitë. Rezoluta e titulluar Shprehja e mbështetjes për dëshirat e popullit iranian për një republikë demokratike, laike dhe jo bërthamore të Iranit dhe dënimi i terrorizmit të regjimit iranian, luftës së tij me proksi në rajon, shtypjes së brendshme dhe për qëllime të tjera, vënë duke se mbi 4.000 parlamentar në mbar botën, përfshirë 243 antar të Dhomës së Përfaqësuesve nga të dyja partitë, shumicën e 33 asambleve legjislative, kryesisht në Evropë, mbi 130 ish lider botëror dhe 80. Fitues të çmimit Nobel ka mbështetur planin me 10 pika të zonjës Mariam Rajavi për të ardhmen e Iranit. Ky plan bën thirrje për të drejtën universale të votës, zgjedhje të lira, një ekonomi tregu dhe ndarjen e fesë nga shteti. Ai mbështet barazinë gjinore, fetare dhe etnike, një politikë të jashtme të bazuar në bashkëtesën paqësore, paqen në lindjen e mesme dhe një republikë të Iranit pa anë bërthamore. Rezoluta e mbështetur nga mbi 150 ligjvënës amerikan, për krah udhërfyesin e zonjës Rajavi, i cili u prezantua në nëntor 2024 në Parlamentin Evropian. Ajo paraqet hapa konkret dhe të realizueshëm për ndryshimin e regjimit nga vetë populli iranian dhe përcakton një proces demokratik për transferimin e pushtetit te populli. Rezoluta gjithashtu dënon gjyqet farsë të Iranit në vitin 2023 ndaj 104 antarëve të opozitës në Evropë, të cilat synonin të justifikonin komplotet terroriste. Rezoluta numër 166 thekson mbrojtjen e banorëve të Ashraf 3 në Shqipëri, duke deklaruar se Dhoma e Përfaqësuesve i bën thirrje qeverisë së Shteteve të Bashkuara në bashkëpunim me aleatin e saj Shqipërinë të sigurojë mbrojtje të plotë për refugjatët politik iranian në Ashraf 3, kundër përpjekjeve të vazhdueshme të regjimit iranian për të shenjestruar disidentët jashtë vendit. Gjithashtu, rezoluta kërkon që këta refugjat të gëzojnë të gjitha të drejtat e përcaktuara në Konventën e Gjenevës të vitit 1951 dhe në Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut. Për më tepër, rezoluta vë në dukje se mbi 900 banor të Ashraf 3 janë ishte burgosur politik që kanë qenë dëshmitar të krimeve të burgjeve, përfshirë masakrën e vitit 1988. Ajo thekson se Dhoma e Përfaqësuesve njeh dhe mbron të drejtën e lindur të popullit iranian për të përcaktuar të ardhmen e tij politike, duke pranuar refuzimin e tij ndaj sundimit autoritar pas 45 vitesh përpjekjesh të dështuara të Perëndimit për të reformuar regjimin. After 45 years of failed Western efforts to reform the regime,